Dhe këta mendoj se kemi qalmi po elementin e ditë që është i rëndësishëm sukur ki i pari, sukur shahadeti që është i rëndësishëm ledhë të ndëshëm, a ka mundësi njeriu të hinë xhennetin Allah, po a ka mundësi që njeriu të bëhet musliman nëse shqipton në veç la ilaha illallah, mirë po nuk pranon me thonë Muhammedur Rasulullah, as njëherë në xhennetin Allah dhe nuk radhitën në radhët e muslimanëve. Çka do me thonë la ilaha illallah, do të thotë që vetëm Allahu e meriton adhurimin, pra namazi im, agjerimi im, haxhi im, pasuria, sadakate mia janë vetëm për Allah. Kjo është ajo motoja e fjalës la ilaha illallah. Mi po si që ka thonë Abu Hanifje, një shmëria e ditë është Muhammed Rasulullah. Që ka dhe me thonë Muhammed Rasulullah? Muhammedi është i dërguar i Allahut, pra unë modelin e ibadetit e kam veç një model, s'kam tjetër shabullon jetën time. Shabullonin e pejgamberit Allahut. Pra të thot Fodejl ibn Iyad, vepra për të pranu të Allahut duhet me qenë e sinqert, e para dhe e dita duhet me qenë e sakt. E pyetën Fodejl ibn Iyadin çka do me thonë me qenë e sakt, ka thonën me qenë për pullshmëri me sunnetin e pejgamberit Allahut. E çka do me thonë me qenë për pullshmëri, do të thotë që ibadeti, çdo lloj ibadeti që nuk rihet në modelin e pejgamberit Allahut, që nuk rihet sunnetin e pejgamberit Allahut, nuk pranohet tek Allahu. Thot pejgamberi Allahut, çdo vepër që njeriu e krijën dhe unë nuk kam urnu që të krijet në qatë formë, apo unë nuk e kam bo ata, ajo vepër nuk pranohet Allahu. Sa na ku i kushtojmë namazit tonë sa e krijën modelin e pejgamberit Allahut. Pra mi të shkitoj të reguan që 20-30 vetë jam të tregu për sunnetin e pejgamberit Allahut, se ti kur hirë xhami do është mi falë direqat, përshëndetje e xhamis është mi falë direqat, mirë pa i ullet, për çkak se baba Haxhi e ka mësu këta, edhe ki nuk është në gjendje direqat që të fale si që e ka mësu sunneti pejgamberit Allahut, ndërsa pejgamberi Allahut e ndërpejt të hidban, kur e po njoni që ullë, tha ngrito fali direqat dhe mos i zgjat ato, për çkak se ndëgjimi hidbës është me rëndësi, mirë po sunneti pejgamberit Allahut ka ma shumë përparësi. Pra pejgamberi Allahut kur hipi mimber, hipi pejgamberi Allahut dhe tha ulno. Abdullah ibn Mesudi ishte të hinë mrejnë në xhami, një kame pa qëtin në xhami, një jashtë ullë në brag. Tha nja Eba Abdurrahman pse u ullë në brag, tha u tuta se përvonoj urdhin e pejgamberit Allahut dhe Allahu azza wa jall po na ban helaq.